Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi Allahut dhe salavat pejgamberit Muhammed a.s. në xhuman e datës 13 mars 2026 apo 23 Ramazan 1447 Hijri. Këshilla e sotme shkon për të gjithë pa përjashtim, por në veçanti për qeveritarët, nëse ka ndonjë që do ta dëgjoj këtë video. Kemi shumë nevojë që të na zbuten zemrat tona, sepse shumë ne janë ashpërsu nga kjo dynja e rrejshme. Për fat të keq, për të sjellë ndërmend kësi rastesh, neve na duhet të kthehemi shumë mbrapa në histori, madje edhe me shekuj, e të mos themi me mileniume. Në kohën e halifit Omer ibn Abdulaziz, nipit të Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, na përcjellet se Omer ibn Abdulazizi ka kaluar shumë kohë në kujdesje për të varfërit dhe për të rrezikuarit. Si pasojë, shpesh qante. Njëherë e pyeti bashkëshortja se pse po qante, e ai tha: vërtet kam marrë në përgjithësi të gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po qaj për shkak të fukaras së uritur, për të sëmuarin që e kanë harruar, për të shtypurin e atë që i kanë bërë pa drejt, për të burgosurin e vetmuar dhe për plakun që ka shumë fëmijë e ka pak pasuri. E di se Zoti ka më mpyet për të gjithë këta. Kur dëshmitar kundër meje do të jetë askush tjetër, pos i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam. Kam frikë se argumentet e mia kundër tij kanë me qenë të dobta, andaj i udhim se vetvetes dhe qava. Për këtë arsye, ai caktoi një shtëpi në të cilën do të ushqehen fukarat dhe të rrezikuarit. Secilit të verbër apo të paralizuar ja ka caktuar nga një njeri i cili do të kujdeset për te. Ka caktuar një njeri i cili i ka vizitu dhe i ka ndihmu nga 5 jetima. Të hollat që kanë tepruar nga arka shtetërore ja ka shpërndar ushtarve që kanë qenë në borxhe, si edhe atyre që kanë dashur të martohen e nuk kanë pas pasuri. Me një rast, Omer ibn Abdulazizi e dërgoi një njeri tek mbreti i Bizantit për të kryer një punë. Pasi e kreu atë punë, i dërguari i halifit, duke shetitur për rreth, dëgjoi një njeri që po lexonte Kur'an me zë të lartë dhe i cili punonte në një mulli të vogël dhe po bluante drith. Ju afrua dhe e përshëndeti me selam, por ky nuk ja ktheu përgjigjen fare. E përshëndeti edhe e përsëriti me selam 3 herë, derisa personi që po bluante i tha: prej ku selami në këtë vend? I dërguari i halifit, pasi ju prezantua se kush ishte, e pyeti: e ç'bën ti në këtë vend? Me një fjalë, çka kërkon ti këtu? Pse je këtu? Ai i tha: më kanë zënë rob dhe më kanë sjellur para mbretit të Bizantit, i cili më ka ofruar që ta pranoj krishterizmin, përndryshe do të mi verbonte të dy syt. Normalisht, thot ky njeri, unë zgjodha fen time dhe kështu ata mi qorruan të dy syt e pastaj më sollën që të punoj në këtë vend. Çdo ditë më sjellin një sasi gruri, të cilin unë e bluaj dhe me të gatuaj bukën që të mbijetoj. Pasi i dërguari i halifit u kthy dhe ja rrëfeu Omer ibn Abdulazizit të gjithë këtë çka kishte pa, Omeri qau me të madhe dhe dha urdhër që t'i dërgohej mbretit të Bizantit një letër në të cilën ai i shkroi: mora vesh që filani musliman gjendet tek ti si rob. Pasha Allahun, nëse nuk e liron atë edhe nuk ma dërgon atë mbrapa, do ta dërgoj ushtrin, ashtu që ushtari i parë do t'jetë këti e ushtari i fundit do t'jetë këtu tek unë. Shkoi i dërguari i halifit përsëri tek mbreti i Bizantit dhe ja dërgoi këtë letër. Dhe pasi mbreti e lexoi këtë letër, e pranoi që të përmbush kërkesën e halifit.
por ishte vonë. Tashmë, ai plak ishte vdekur dhe ashtu të vdekur e kthyen mrapa tek halifi Omer ibn Abdulazizi. Vëllezër dhe motra, sot është xhumaja e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit. Përkushtojeni sa të mundeni edhe këtyre ditëve të fundit në muajshi që të gjithë së bashku të gjejmë natën e bekuar të Kadrit dhe të përfitojmë nga mirësitë e saj të panumërta. Deri në takimin e xhumas së radhës, inshallah në ditën e Bajramit, ju përshëndes të gjithëve dhe ju lë në mbikëqyrjen e Allahut te bareke ve taala. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.